Në një fshat të vogël pranë Elbasanit, në një shtëpi dykatëshe me mure të zverdhura nga koha, jetonte familja Leshi, nëna Elvira, babai Petriti dhe vajza e tyre Arlinda. Fshati ishte i qetë, me njerëz që njihnin njëri tjetrin prej brezash. Të gjithë mendonin se familja Leshi ishte një nga ato të rralla që e mbante mirë nderin, punonte me djersën e ballit dhe kishte rritur një vajzë shembullore. Askush nuk e dinte se çfarë ndodhte pas dyerve të mbyllura. Elvira, 42 vjeç, duke gjithmonë e qeshur në sytë e fshatarëve. Kishte flokë të zinj të gjatë, të lidhur zakonisht pas koke, dhe një mënyrë të sjelluri që i bënte të tjerët të mendonin se ishte një grua e fortë që kujdesej për familjen me dorë të hekurt. Petriti, 46 vjeç, punonte në ndërtim në Tiranë, kthehej çdo të premte në shtëpi për të kaluar fundjavën me familjen. Vajza Arlinda ishte 14 vjeç, e heshtur, me sy të mëdhenj e një ndrojtje që dukej e lindur. Në shkollë ishte e zgjuar, por mësuesit shpesh vërenin diçka të çuditshme tek ajo, një frikë e brendshme, një dridhje kur dëgjonte zë të lartë. Nëna e sillte çdo mëngjes në shkollë. Ishte gjithmonë ajo që fliste me mësuesit, që ankohej nëse vajza kishte marrë një notë më të ulët, që e përqeshte para të tjerëve duke thënë, "Kjo ime bi, se ka mendje në mësime, vetëm në ëndra jeton." Arlinda vetëm ulte syt. Askush nuk e dinte që netëve, ajo flinte me trupin plot shenja. Dhunimi nuk ishte gjithmonë fizik. Elvira kishte një mënyrë për ta bërë dhimbjen të dukej e merituar. Ajo e përçmonte të bien për çdo gjë, për mënyrën si ecte, si hante, si fliste. Mos I hap këmbët si lop kur ecën. Pse qesh ashtu, si budallashe? Të kam rritur për turp. Këto ishin fjalë që vajza I dëgjonte çdo ditë. Dhe më e keqja, çdo goditje shoqërohej me fjalin që e tronditi për vite, mos guxo t'i thuash babait të ndas gjë se do të vras. Petriti, kur kthehej nga puna, I gjente gjithmonë të qeshura. Elvira dinte të luante rolin e gruas perfekte. Gatuante darkë, shërbente me kujdes, e fliste për çdo gjë me zë të butë. Vajza rrinte e qetë, e përkulur mbi pjatën e saj, pa guxuar të ndërhynte. Kur ndonjëherë babai e pyeste nëse gjithçka shkonte mirë, ajo përgjigje me një po, babi aq të ulët sa mezi dëgjoi. Në mbrëmje, kur Petriti binte të flinte, Elvira e mbante vajzën zgjuar e detyronte të lante dyshemen, të hekuros rrobat ose të mësonte deri vonë, vetëm që të shfrynte diçka brenda vetes që askush se kuptonte. Një natë, kur vajza ishte vetëm 12 vjeç, Elvira e qelloi aq fort me rrip, sa I la shenja të thella në shpinë. Arsyeja, kishte harruar të mbyllte frigoriferin. Të nesërmen, ajo I tha të shkojë në shkollë me një bluzë të trashë që të mos e shihte askush. Kur njëra nga shoqet I pasyte skuqur, Arlinda tha se kishte qarë nga alergjia. Dhe kështu, për vite, askush se mori vesh. Mësuesja e biologjisë, zonja Zana, ishte e vetmja që dyshoi. Një ditë, gjatë një ore, pa që Arlinda u step kur ajo ngriti zërin për një nxënës tjetër. Pas mësimit e mori mënjan dhe I tha me butësi: "Arlinda, është gjithçka në rregull në shtëpi?" "Po, mësuese, pse?" "Më dukesh e shqetësuar, e lodhur. A të ndihmon dikush në mësime?" "Më ndihmon mami, gjithçka është mirë." Zana se besoi, por pa prova, s'mund të bënte asgjë. Në fshat, njerëzit ishin të shpejt për të gjykuar, por jo për të ndërhyrë. Ndërkohë, Elvira filloi të ndryshonte. Me kalimin e viteve, ajo u bë më e ashpër, më nervoze. Ishte sikur çdo ditë që kalonte, diçka brenda saj e shtynte drejt më shumë kontrollit. Filloi të dyshonte edhe për burrin e saj, pse vonohej nga puna, pse I vinte erat cigare, pse fliste në telefon në korridor. Në fakt, Petriti s'kishte bërë asgjë, por ajo filloi ta shikonte si armik. E acaronte fakti që ai ishte I dashur me vajzën. Mos e përkëdhela aq shumë, se e bën të dobët. I thoshte me mlef. Ai qeshte dhe si merrte seriozisht. Nuk e dinte se çfarë përbindesh I fshihej në gruan që flinte në të njëjtin shtrat me të. Në një nga fundjavat e verës së vitit 2021, ndodhi ajo që do t'i kthente të gjitha përmbys. Ishte e shtunë, ora 9 e darkës. Petriti sapo ishte kthyer nga Tirana, I lodhur, por I gëzuar që do kalonte 2 ditë me familjen. Ndërkohë, Elvira ishte nervoze. E kishin ftuar komshinjt për një kafe, por ajo s'donte të shkonte. Po përtypte diçka në kokë, një xhelozi të pashpjegueshme. Në atë mbrëmje, kur ai u ul në divan dhe vajza ju afrua për ta përqafuar, ajo shpërtheu: "Largohu nga ai. Mos e prek babain." Bërtiti me një ton që I ngriti tensionin gjithë shtëpisë. Petriti u ngrit në këmbë, I tronditur. "Po çfarë thua, moj Elvira? Ç'është kjo fjalë? E di unë çfarë them. Ti se sheh si të sheh ajo vajza jote." Arlinda u tërhoq mbrapa duke qarë. Nuk kuptonte asgjë. Elvira vazhdoi me akuza të pakuptimta, ndërsa burri u përposhta qetësonte. Në atë moment, ajo mori telefonin dhe doli në obor. Ai mendoi se po fliste me motrën, por ajo thirri policin.
Kur patrulla mbërriti, Petriti u trondit. Na thirrën për një rast dhune familjare, tha oficeri. Gruaja juaj ka bërë denoncim. Elvira çante, duke treguar se burri e kishte dhunuar vajzën. Fjalët e saj ishin si goditje pas shpine. Vajza bërtiti jo, s'është e vërtet, por askush se dëgjoi. Policia mori burrin me pranga. Arlinda bërtiste nga oborri, mos, babi, të lutem. Nuk e ke bërë asgjë. Por as fshin që dolen se besuan. Të gjithë panet virën duke qarë, duke e luajtur rolin e viktimës me mjeshtëri. Brenda natës, ajo u bë gruaja që pati guximin të denonconte dhunën. Askush se dinte që e vërteta ishte krejt ndryshe. Në ditët që pasuan, Arlinda mbeti vetëm me të ëmën. Petriti në paraburgim në Tiranë. Vajza u mbyll në dhomë e tmerruar. Elvira sillej sikur s'kishte ndodhur asgjë. Tani jemi vetëm ne të dy, i tha me një buzëqeshje të ftohtë. Do më bindesh për çdo gjë, se ndryshe edhe ti do shkosh në burg. Ajo nisi ta përdorte frikën si armë. Vajza filloi të dobësohej, të mos hante, të mos fliste me askënd. Vetëm kur shikonte në shkollë, i shpëtonte pak fryma. Por edhe aty, mësuesja Zana vurire diçka më të rëndë, një shenjë të madhe blu në krah. Këtë herë, s'qëndroi duar kryq, njoftoi psikologen e shkollës dhe punonjësen sociale të bashkisë. Por kur ato shkuan në shtëpi për ta vizituar, Elvira i priti me një tavolinë të shtruar. Arlinda u rrëzua duke luajtur, tha me qetësi. Fëmijët janë të shkujdesur. E dini si janë në këtë moshë. Vajza uli syt, nuk guxoi të thotë asgjë. Puna u mbyll si incident shtëpiak. Por atë natë, ajo mori dënimin më të rëndë. Elvira e kapi për flokësh, e goditi disa herë me përllëmb dhe i tha me zë të ulët. Nëse guxon edhe një herë të flasësh, do të bëj të zhdukesh. Askush do ta gjej trupin tënd. E kuptove. Arlinda dridhej. Për herë të parë ndjeu se mund të vdiste vërtet. Dhe më e tmerrshmja ishte që askush nuk do ta besonte. Në ditët që pasuan arrestimin e Petritit, fshati u mbush me fjalë. Njëra grua thoshte se e kishte parë vajzën duke qarë, tjetra thoshte se Elvira e kishte mbajtur të mbyllur për ditë me radhë. Por në fund, si gjithmonë në vendet e vogla, gjithçka u harrua. Çdo njeri u kthye në jetën e vet. Vetëm Arlinda mbeti në shtëpinë që tani duke më shumë si burg. Ajo zgjohej çdo mëngjes për të shkuar në shkollë, por tashmë pa shpirt. Shikimi i saj ishte i fikur, sikur jetonte në një botë ku dielli s'ndizej më. Elvira i kishte ndaluar të fliste me shoqet, t'i afrohej telefonit, madje edhe të qeshte. Nëse dikush të pyet për babain, do thuash që ke frikë prej tij. Nëse se bën, e di çfarë të pret, i përshpëriste. Dhe ajo bindjej, sepse dinte që nëna e saj e mbante fjalën në mënyrën më të keqe. Në mbrëmje, Elvira shpesh pinte. Pas një gote vere, zëri i saj bëhej më i ashpër. Fillonte me përçmime, me kujtime të shkuara që i ktheni shtëpinë në fushë betejë. Të kam rritur me sakrifica dhe ti më turpëron çdo ditë, i thoshte vajzës. Mos kujto se babai do të kthehet ndonjëherë. Ai do kalbet në burg, falë teje. Ajo se kuptonte se këto fjalë po e gërryenin vajzën ngadalë, po e zhduknin çdo copë shprese. Petriti ndërkohë, në qelinë e vogël të paraburgimit në Tiranë, përpiqej të kuptonte se si kishte ndodhur gjithçka. Ai nuk kishte mundësi të fliste me vajzën, vetëm me avokatin që i caktuan. Avokati, një burr i ri me përvojë, i tha, rasti juaj është ndërlikuar, Petrit. Gruaja juaj ka dorëzuar disa foto dhe një raport mjekësor. Duhet të gjejmë mënyrën për ta kundërshtuar. Petriti se besonte dot. Fotografi? Çfarë fotografish? Vajza ime se kam prekur as me dorë. Avokati ngriti supet. Duket sikur ajo ka pasur shenja në trup. Por duhet parë kush i ka shkaktuar vërtet. Unë do kërkoj një hetim më të thellë. Në të njëjtën kohë, në komisariatin e Elbasanit, një hetuese e re, Arta Çela, po lexonte dosjen. Ishte një grua në të 30-tat, e kujdesshme dhe skeptike ndaj rasteve që duken të qarta. Në raportin fillestar, çdo gjë duke e pastër. Gruaja kishte bërë denoncimin, vajza s'kishte mohuar publikisht, babai ishte arrestuar. Por diçka në mënyrën si ishte shkruar dëshmia e Elvirës e bezdiste. Fjalit ishin të përpikta, sikur dikush i kishte përgatitur paraprakisht. Dhe mbi të gjitha mungonte ndjenja. Ishte si një tekst i mësuar përmendësh. Arta vendosi të vizitonte shtëpinë pa paralajmërim. Një pasdite vjeshte trokiti në derën e Elvirës. Kjo e fundit u shfaqe veshur bukur e buzëqeshur. Zonjë Leshi, jam hetuesja Çela. Po bëjmë një verifikim rutin për rastin e bashkëshortit tuaj. Sigurisht hyni, tha ajo me zë të ëmbël. Po përpiqem të rikuperohem pas gjithë atij tmerri. E kuptoj, tha Arta. Si është vajza juaj? Po përpiqet edhe ajo, e shkreta. Është shumë e ndjeshme. Unë e mbaj nën kujdes, se lë vetëm as një minutë.
Në atë moment, Arlinda u shfash në fund të korridorit me një fustan të gjatë gri. Syt i kishte poshtë, duart i fshite pas shpine. Arta e përshëndeti me buzëqeshje. Si je, Arlinda? Mirë, zonjë. E di pse kam ardhur? Për babin. Në atë qast, Elvira i ndërhyri me ton të ëmbël, ajo ende se përballon do ta kujtoje. Është ende shumë e traumatizuar. Arta vuri re se si vajza u tendos kur e ëma i vuri dorën në shpatull. Ishte një dridhje që se mund ta fshete. Hetuesja pa qartë, por nuk foli. Vetëm buzëqeshi lehtë dhe tha: "Mos u shqetëso, Arlinda. Kam ardhur thjesht të flas pak me ty. Do vi ndonjë ditë tjetër, nëse ndihesh gati." Elvira pranoi, por me një shikim të ftohtë që e tratonte brenda vetes. Kur Arta doli nga shtëpia, e dinte që diçka s'shkonte. Instinkti i saj i parë ishte i saktë, nëna fshite diçka. Atë mbrëmje Elvira shpërtheu. "Shtithe asaj gruaje, bërtiti në kuzhinë." "Asgjë, mami, betohem." "Do më bësh të dukem si e keqe apo jo? Do thuash që unë të rrah. Të kam dhënë bukë, të kam mbajtur gjallë dhe ja si ma kthen." Ajo e shtiu fort, atë sa vajza goditi murin me shpinë. Gjaku i doli nga buza. E ëma u ngriti përllëmbën për ta qelluar sërish, por këtë herë Arlinda ngriti dorën për t'u mbrojtur. Ishte hera e parë që e bënte, dhe kjo e çmendi Elvirën. "Tani do të më kundërshtosh edhe ti si ai burri yt." "Bërtiti." Ajo u largua në dhomën tjetër dhe mbylli derën me zhurmë. Vajza u mbështet në mur duke dridhur duart. Në atë moment, diçka brenda saj u thye përfundimisht. Kuptoi se nuk mund të vazhdonte më kështu. Të nesërmen, gjatë pushimit në shkollë, ajo ju afrua mësueses Zana me një letër të palosur në dorë. "Mësuese, ju lutem, mos e lexoni tani. Vetëm ruajeni. Nëse ndodh diçka me mua, ju lutem, hapeni." Zana u step. "Arlinda, çfarë po ndodh? Ju lutem, vetëm premtone." Dhe iku me nxitim. Mësuesja e mbajti letrën në çantë, pa e kuptuar se sa e rënd ishte ajo cop letre. Në mbrëmje, Elvira mori një telefonat nga komisariati, hetuesja Arta donte të fliste me Arlindën të nesërmen në mënyrë konfidenciale në zyrë. Ishte një ftesë e butë, jo thirrje zyrtare, për të kuptuar më shumë mbi rastin. Elvira buzëqeshi, por brenda saj ndjeu një therrje paniku. Gjatë natës, ajo qëndroi zgjuar, duke lëvizur nervozisht nëpër dhomë. E ndjeu që kontrolli po i rrëshiste nga duart. Në mëngjes, ajo e çoi vajzën deri në komisariat, por insistoi të ishte në zyrë gjatë gjithë kohës. Arta, me përvojën e saj, e kuptoi menjëherë që s'do nxirrte dot asgjë. "Ndoshta mund të flasim vetëm ne të dyja për pak minuta, zonja Leshi," tha ajo me takt. "Jo, s'mund ta lë vetëm. Është ende shumë e tronditur." Biseda përfundoi në një heshtje të rëndë. Arta e pa vajzën në sy, dhe sytë e saj i thanë gjithçka që goja s'mundte, ndihmë, frikë, të shpërim. Pas takimit, hetuesja vendosi të kërkojë një miratim për të intervistuar vajzën në prani të një psikologeje të pavarur. Dhe aty filloi çarja e parë në murin e gënjeshtrave. Në të njëjtën kohë, Petriti mori lajmin se vajza e tij do të dëshmonte sërish. Ai nisi të shpresonte. "Zoti, vetëm të flasë vërtetën," pëshpëriti në qeli. Atë mbrëmje, në shtëpinë e mbuluar nga errësira, Elvira e kuptoi që situata po i dilte nga duart. Ju afrua vajzës që po rrinte në çoshe me librat në prehër. "Nëse nesër guxon të thuash diçka që s'duhet, do më shohësh si s'më ke parë kur. Më ke kuptuar?" Arlinda se ngriti kokën. Vetëm tha me zë të dridhur. "Po, mami." Por atë natë, ajo mori një vendim që se kishte marrë kur më parë. Kur Elvira ra në gjumë, Arlinda doli fshehur azi nga shtëpia, me kapuçin e gjupit mbi kokë dhe letrën që kishte shkruar më parë në xhep. Ajo e la në derën e shkollës, në mënyrë që mësuesja ta gjente mëngjesin tjetër. Në atë letër ishin vetëm 4 rreshta. "Nuk dua që babi të vuajë për fajin e dikujt tjetër. Ju lutem, më ndihmoni. Kam frikë nga mami. Ajo më godet çdo natë. Ju lutem, mos ja tregoni asaj këtë letër." Të nesërmen, mësuesja Zana mbërriti herët në shkollë. Kishte fjetur pak, me një ndjesi të çuditshme pas asaj që i kishte thënë Arlinda. Kur hapi derën e klasës, pa diçka të vogël të palosur në prag. E njohu menjëherë shkrimin e vajzës. E hapi me duar që i dridheshin. Lexoi rreshtat e shkurtër, dhe përpaksa nuk i ra letra nga dora. U ul në bank dhe u përpoq të përtypte çdo fjalë. Pastaj, pa humbur kohë, mori telefonin dhe thiri drejt për drejt hetuesen Qela. "Zonja Arta, jam Zana Ruci, mësuesja e biologjisë e vajzës së Petrit Leshit. Duhet të vini menjëherë. Kam diçka shumë të rëndësishme." Brenda një ore, Arta ishte në zyrën e drejtorit të shkollës. Letra ishte aty e palosur me kujdes. Ajo e lexoi në heshtje, pastaj ngriti syt.
Kjo është prova që prisnim, tha me ton të qetë, por syt i shkëlqenin nga tensioni. Por duhet ta trajtojmë me kujdes. Nëse Elvira e merr vesh, vajza mund të jetë në rrezik. Vendimi u mor menjëherë. Arta do të shkonte në shtëpinë e vajzës pasdite me një psikologe të bashkisë dhe një oficere të policisë për ta marrë Arlindën në mbrojtje. Do ta paraqisnin si kontroll rutin për të mos ngritur dyshime. Ndërkohë, Elvira po lante dyshemen kur dëgjoi një trokitje të fortë në derë. Kur pa uniformat, fytyra i u ngrirë për një sekond, por menjëherë vuri buzëqeshjen e saj të zakonshme. Çfarë ka ndodhur? Vetëm një kontroll i vogël, tha Arta. Kemi nevojë të flasim edhe një herë me vajzën në prani të një psikologeje. Procedurë standarde. Elvira i ftoi brenda me mirësjellje, por syt i shkuan menjëherë tek Arlinda, që po rrinte e heshtur në qoshe. Ajo ngriti vetullat, një shenjë që vajza e njihte mirë, mos guxo. Por këtë herë, Arlinda s'ishte më e njëjta. Kishte kaluar një natë pa gjumë, duke u lutur që dikush ta besonte. Kur Arta ju afrua dhe i tha me ton të butë, mund të dalim pak jashtë, vetëm për pak minuta, ajo uli syt, mendoi për një moment dhe më pas tha. Po, zonjë. Ato dolën në verandë, ndërsa Elvira rrinte në kuzhinë duke i vëzhguar nga dritarja. Psikologja, një grua e qetë me sy të butë, i tha. Arlinda, e di që ke shumë frikë. Nuk do të detyrojmë të thuash asgjë, por dua të dish që jemi këtu për të ndihmuar. Askush s'mund të dëmtojë më nëse e thua të vërtetën. Për një moment, vajza uli kokën dhe u mbështet në karrige. Lotët i rrodhen në heshtje. Nuk është babi, pëshpëriti më në fund. Arta e pa me vëmendje. Çfarë the Arlinda? Nuk është babi. Mami më rre. Çdo natë. Ajo më detyron të gënjej. Më tha të thoja që ai më ka prekur, por s'është e vërtet. Psikologja i vuri dorën në shpatull. Arta mori frym thellë dhe ngriti syt drejt dritares. Elvira po i vështronte me një buzëqeshje të ngrirë, e cila tani duke e frikshme. Arlinda, tha me kujdes, dëshiron të vish me ne në komisariat për disa ditë? Nuk është burg, është një vend ku mund të pushosh, të flasësh me njerëz që të ndihmojnë. Ajo tundi kokën. Po, dua të iki. Kur Arta hyri brenda për t'i thënë Elvirës se do ta merrnin vajzën për vëzhgim psikologjik, ajo shpërtheu menjëherë. Çfarë po bëni? Vajza ime s'ka nevojë të shkojë askund. Është procedurë ligjore, tha qetësisht Arta. Vetëm për disa ditë. Do kemi kujdesin maksimal. Por Elvira nuk dëgjoi më asgjë. Filloi të bërtiste, të therriste fshinjet, të akuzonte policinë se po i rrëmbenin fëmijën. Në fund, u desh të ndërhynte oficeri për ta qetësuar. Ndërsa e shoqëruan vajzën në makinë, ajo bërtiste nga dera. Do të gjej, Arlinda. Do më lutesh një ditë për falje. Makina u largua, dhe për herë të parë pas shumë vitesh, vajza ndjeu ajrin e lirë. Në komisariat, Arta organizoi menjëherë një takim me prokurorën e çështjes. Kemi provë të qartë që dëshmia fillestare ishte e rreme, tha ajo. Duhet ta lirojmë burrin menjëherë dhe të hapim hetim të ri për dhunë ndaj të miturës. Prokurorja e dëgjoi me vëmendje. Nëse vajza e konfirmon me video dëshmi, mund të veprojmë. Por duhet ta mbrojmë. Nëna do përpiqet ta kontaktoje. Mos u shqetësoni, tha Arta. Kam njohur shumë njerëz të rrezikshëm në këtë punë, por kjo grua ka diçka ndryshe. Është e ftohtë, e llogaritur. Do të bëj gjithçka për të ruajtur imazhin e vet. Në ditët që pasuan, Arlinda qëndroi në një qendër sociale në Tiranë. Për herë të parë, hapi syt në mëngjes pa frikën e zërit të së-ëmës. Filloi të fliste me psikologen ngadalë, duke nxjerrë gjithçka që kishte mbajtur brenda për vite. Kur tregonte për netët e dhunës, zëri i dridhej, por sytë e saj filluan të marrin ngjyrë jete. Petriti ndërkohë u lirua përkohësisht nga paraburgimi. Kur mësoi se vajza e tij ishte në mbrojtje, shpërtheu në lotë. E dia, përsëriste. E dia që ajo s'do të gënjente për mua. Por historia s'kishte mbaruar. Elvira, e lën vetëm në shtëpi, nisi të shpërbëhej. Fqinjet dëgjonin britma gjatë natës. Ajo ecte nëpër rrugë duke folur me veten. Njëra nga gratë tha se kishte parë duke djegur rrobat e vajzës në obor. Duhet ta kuptoni, thoshte me ton të lodhur, ajo më trajtoi. Më la vetëm. Edhe Zoti më ka braktisur. Kur Arta u kthye ta arrestonte për deklaratë të rreme dhe dhunë ndaj të miturës, ajo se kundërshtoi. Vetëm tha. E dia që do vinit. Asnjë nën s'është perfekte. Në gjyq, kur Arlinda dëshmoi, salla ishte e mbushur. Gazetarët, komshinjt, madje edhe mësuesja Zana ishin aty. Kur vajza tregoi për dhunën, për kërcënimet dhe për frikën, askush s'guxoi të lëvizte. Elvira qëndronte ulur me syt bosh, si e ngrirë në një botë që se kuptonte më. Kur gjykatësi shpalli vendimin për ta dërguar në burg për 7 vite, ajo buzëqeshi. Të paktën, tani s'do rri vetëm, tha me një ton që askush se harroi.
Pas procesit, Arlinda e përqafoi të atin në oborin e gjykatës. Ai e mbajti fort, pa fjale. Ishte përqafimi i parë i vërtet pas 3 vitesh makth. Mbaroj, i tha ai. Askush s'do të prek më. Ajo tundi kokën. Mbaroj për mua, por jo për të tjerët si unë. Arta i dëgjoi dhe u afrua. Do të sigurohem që historia jote të shërbej për të ndryshuar diçka, Arlinda. Vetëm mos harroni, tha vajza me një zë që mezi dëgjohej, nganjëherë, përbindeshi nuk është në errësirë por në dritë, kaluan 3 javë nga dita e gjykimit. Fshati i vogël në periferi të Shkodrës nuk fliste për asgjë tjetër. Emri i familjes Leshi ishte kthyer në një lloj legjende të errët, çdo njeri kishte versionin e vet për atë që kishte ndodhur. Në kafene, burrat thoshin: "Nuk ka si të jetë e vërtet që një nën bën ashtu me vajzën e vet." Ndërsa gratë nëpër rrugë përshpëritnin: "E kemi parë Edvirën, se kemi besuar kurrë që kishte diçka ndryshe." Ishte gjithmonë e rregullt, fjalë pak, me flokët për herë të lidhura. Por askush nuk e dinte çfarë po ndodhte me të vërtet pas mureve të burgut të grave në Tiranë, as me vajzën që tani jetonte në një shtret të qetë me babajnë e saj në Lezhë. Arlinda zgjonte çdo mëngjes në një dhomë të vogël me perde të bardha. Dritarja hapi drejt detit dhe aroma e jodit i mbushte mushkërit. Kishte ende ëndra të këqija ku dëgjonte zërin e nënës, por tani kishte dikë që e ndihmonte, një psikologe e re e quajtur Klea, që punonte për një që merrej me viktima të dhunës familjare. Në seancat e para, Arlinda mezi fliste. Vetëm vizatonte. Kryesisht dritare të mbyllura, trupa pa fytyrë dhe një hën të madhe të zezë mbi to. "Çfarë do të thotë kjo hën?" e pyeti një herë Klea. Vajza ngriti shpatullat. "Është ajo që ndriçon kur njeriu s'ka më dritë." Klea e kuptoi menjëherë se ajo ishte shumë më e thellë se mosha që kishte. Trauma e kishte rritur me dhunë. Ndërkohë, Petriti përpiqej të rindërtonte jetën. Kishte gjetur punë në një punishte druri dhe çdo pasdite e priste vajzën të qendra për t'u kthyer bashkë në shtëpi. Kishte shumë faj brenda vetes. Edhe pse dinte që s'kishte bërë asgjë, ndjej përgjegjës që se kishte parë më herët. Një mbrëmje, ndërsa pinin çaj në verandë, ai i tha: "Do më duhet kohë që të më shohësh sërish si baba." Arlinda uli sytë dhe tha: "Unë s'të kam ndalur kurrë së dashuri. Vetëm s'kisha zë." Petriti e përqafoi dhe lotët i ranë në flok. Ishin lotë shërimi të heshtur pa britma, por jashtë bota s'ishte aq e butë. Një gazetar i një televizioni kombëtar nisi të kërkonte kontakt me familjen. Ai donte intervistën e vitit. Filluan të dalin artikuj, drama që tronditi Shqipërinë, nëna përbindeshë gënjeu drejtësinë, vajza që u ngatërua në gënjeshtra të rënda. Një mëngjes, Petriti e pa vajzën duke mbajtur gazetën në dorë. Ajo po e shite faqen e parë, ku fotoja e saj ishte vendosur me titullin "Vajza që burgosi nënën." "Mos e lexo," i tha babai. Ajo uli gazetën. "Le ta lexojnë të tjerët. Unë e di çfarë ndodhi." Megjithatë, ajo ditë të ronditi. Brenda saj, filloi një betejë e re, ajo për ta gjetur veten pa u përkufizuar nga trauma. Klea i propozoi të ndiqte një kurs arti. "Piktura ndihmon për ta nxjerrë dhimbjen jashtë, pa fjalë," i tha. Në fillim Arlinda s'donte, por pas pak javësh filloi të krijonte tablo që të gjithë i shikonin me habi. Njëra prej tyre u quajt "Zëri që s'u dëgjua kurrë", një figurë vogël femre brenda një xhami të plasaritur. Një ditë, një zonjë që punonte në një galeri në Tiranë e pa tablon dhe e kërkoi. Kur i than kush e kishte pikturuar, ajo u mahnet. "Kjo vajzë duhet mbështetur," tha. Pas disa muajsh, Arlinda kishte ekspozitën e saj të parë. Ishte 15 vjeç. Në hyrje të sallës qëndronte një tablo e madhe e kaltër me titullin "Dritarja që u hap." Në mbrëmje, Klea dhe Petriti qëndronin në rreshtin e parë. Kur ajo doli në skenë për të falenderuar, salla u ngrit në këmbë. "Kjo nuk është një histori për urrejtje," tha ajo me zë të qetë. "Është një histori për të dëgjuar zëra që heshtin. Nëna ime nuk ishte vetëm e keqe. Ishte një njeri që kurrë nuk u kuptua. Dhe unë dua ta kuptoj. Jo ta urrej." Publiku heshti. Askush se priste. Në atë moment, ajo tregoi se forca e saj s'ishte hakmarrja, por falja. Elvira në burg kishte dëgjuar për ekspozitën në televizor. Një shoqe e qelis i tregoi me ironi: "Vajza jote po bëhet artiste. Po flet për ty." Ajo e shikoi pa reaguar. Vetëm pas pak minutash, u ngrit dhe shkoi te dritarja e vogël e qelis. "Po flasësh për mua," tha me zë të ulët, "të paktën më bëj të dukem njeri." Në ditarin e burgut që e mbante fshehur shkroi: "Kam qenë gjithmonë e zemëruar, jo me të, por me veten. Kam rritur një vajzë të mirë, por s'kam ditur si ta dua. Kur më rrau jeta, mendova se dashuria ishte disiplinë. Sot e kuptoj që ishte dhunë. Tani është vonë."
Në fund të vitit, Arlinda mori një bursë për të studiuar art në Tiranë. Petriti e përcolli në stacionin e autobusëve me një trast të mbushur me ushqime. Mos haro, i tha, e kaluara nuk të përcakton. Ajo buz qeshi. E di baba. E kaluara më mësoj të pikturoj të ardhmen. Kur autobusi u nis, Petriti qëndroi gjallë duke parë pas. Kishte humbur shumë, por kishte fituar diçka që se kishte imagjinuar kur, shpresën. Ndërsa për te dritarës së burgut, Elvira pa qiellin ngri dhe e dinte se një ditë vajza e saj do të vinte ta shihte, jo si armike, por si grua që kishte mbjetuar, kanë kaluar 7 vite. Tirana është ndryshe tani, më e zhurmshme, më e ndritur, por për Arlindën ajo mbetet një qytet kujtimesh të dyfishta, aty gjeti lirin, por edhe plagat që nuk u mbyllën kurrë plotësisht. Tani ajo është 22 vjeç, e diplomuar për arte pamore dhe një emër që njihet në qarqet artistike. Pikturat e saj ekspozohen nëpër galeri, shpesh me tema mbi heshtjen, nënën dhe shpirtin që kërkon ndriçim. Në një nga mbrëmjet e ftohta të nëntorit, ajo mori një telefonat që se priste. Ishte Klea, psikologja që dikur e kishte ndihmuar në adoleshencë. Arlinda, më vjen keq që të shqetësoj, por kam diçka për të thënë. Elvira është liruar sot nga burgu. Arlinda heshti për disa sekonda. Ajo kërkon të më takoje? Po, nuk të detyron njeri. Por më tha diçka që më ngul në mendje, nuk dua të vdes pa i kërkuar falje. Ajo e mbylli telefonin pa thënë gjë. Mbrëmja kaloi mes mendimeve që përplaseshin si dalg. Një pjesë e saj donte ta harronte përgjithmonë, tjetra donte ta shikonte në sy dhe ta kuptonte përfundimisht. Të nesërmen, mori trenin drejt Shkodrës. Për herë të parë pas shumë vitesh, po kthehej në qytetin ku kishte kaluar fëmijërinë. Fshati ishte po ai, por shtëpia ishte ndryshe, muret e plasaritura, dritarja ku dikur rinte e mbyllur tani ishte e hapur dhe në obor, një karrige drurie vjetër e kthyer përballë diellit të pasdites. Aty ishte ulur Elvira. Ajo ishte plakur. Fytyra i kishte humbur arrogancën e dikurshme. Sytë e saj ishin më të butë, por mbartnin një lodhje që vetëm faji mund ta sjellë. Kur pa vajzën që afrohej, ngriti duart lehtë, se besoja që do vije. Arlinda e pa në heshtje. Nuk tha asgjë për disa sekonda. Nuk erdha për ty, tha më në fund. Erdha për veten. Elvira uli kokën. Ke të drejtë. Nuk jam këtu për të kërkuar justifikime. Kam menduar për ty çdo natë. Kam folur me morin, me ajrin, me veten. Asgjë s'më ktheu atë që të mora. Arlinda ul ngadalë përballë saj. Pse, mami? Ajo mori frym thellë. Sepse s'dia të jetoja ndryshe. Kam lindur në një shtëpi, ku dhuna ishte mënyrë dashurie. Kur u rrita, mendova se po të mbroja, por në fakt po të shkatëroja. Dhe kur fillova ta kuptoja, ishte vonë. Lotët i rodhen në fytyrë. Kur të shije në sy, shija veten time të vogël të pambrojtur. Dhe ajo më friksonte. Për herë të parë, Arlinda e pa nënën jo si përbindësh, por si një grua e thyer. Ajo mori frym thellë. Unë s'të urrej më, tha me zë të qetë, por nuk të dua si më parë. Kam një dashuri tjetër për ty tani, ajo që lind nga mëshira, jo nga kujtimi. Elvira uli syt dhe me duar që i dridheshin, nxori nga xhepi një cop letër të palosur. Kjo është letra që shkrova në burg për ty. Nuk e dërgova kur. Lexoje. Arlinda e hapi. Në letër shkruhej: Bia, nuk di si të kërkoj falje, sepse falja është një fjalë që nuk më përket. Unë jam rritur në errësirë dhe të tërhosha me vete atje. Se kuptova do që një fëmijë nuk është pasqyrë për nënën, por dritë për ta udhëhequr. Ti u bëra ajo që unë s'munda të jem. Dhe kjo është dënimi im më i madh. Nëse një ditë më fal, mos e bëj për mua. Bëje për veten tënde që të mos mbash si ngjyrat e mi. Arlinda e palosi letrën ngadalë. Ju afrua dhe, për herë të parë, pas më shumë se një dekade, e përqafoi. Ishte një përqafim i ftohtë në fillim, pastaj diçka brenda tyre u shkri. Të fal, shpëriti. Por jo për të kaluarën, për të ardhmen. Elvira çau në heshtje. Nuk kishte më fjalë. Në atë moment, dielli po perëndonte pas kodrave dhe obori u mbush me një dritë të butë portokalli. Ishte si një ndriçim simbolik i mbylljes së një cikli. Pas pak, Arlinda u ngrit. Do vi ndonjëherë tjetër? Pyeti Elvira me zë të lëkundur. Ndoshta, tha vajza. Kur të jem gati.